Të nderuar xhamat, vazhdojmë me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El-Adabul Mufrad. Kapitulli I radhës të cilin e ka sjellë Imam Buhariu është kapitulli I lutjeve, I duave, dhe ka nisë me salavatet, sepse salavatet në vetën e vet dhe përmbajtjen e vet kanë edhe lutje, sepse ti kur thu Allahumma salli ala Muhammedin, o Allah bekoje Muhammedin, dërgo salavate mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, ti një herë as I ku lutesh edhe për veti, që Allah me të bekojë edhe tyje, sepse nuk I lutet për salavate posa I cili ka besuar Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por për këtë arsye kapitullin e parë ka sjell kapitulli I salavateve. Kapitullin e radhës që ka sjell Imam Buhariu e ka titulluar Babun du'aur rajuli ala man zalama. Kapitulli I duas së njeriu ndaj atij I cili ka bërë zullum. Shariati të nderuar xhamat, feja islame, gjëjen më të madhe që ka ardhur për ta realizuar në tokë cila është drejtësia. Drejtësia. Andaj tauhidi është drejtësia më e madhe dhe shirku pa drejtësia më e madhe. Dhe pikësoj pastaj tek zotat e tjera. Shirku është pa drejtësia ndaj Zotit. Tauhidi është drejtësia për Zotin. Dhe pastaj kemi të drejtat e njerëzve. Apo, sikur që I shihni njerëzit flasin për të drejtat e kafshëve, ndërkohë që I kanë lënë të drejtat e njerëzve. Vroj njerëz e fol për kafsh. Vroj njerëz e fol për të drejtat e kafshëve. Mirë, po ne s'kemi punë me ta. Andaj njeriu duhet me di se ka të drejta. Dhe kjo e drejtë shpesh herë nuk I jepet njeriu. Ai shkelet, dhe është normal. Është normal mi u shkel se ne në dunja. Na nuk kena ardhur këtu në dunja mi mor këtë drejtat. Megjithëse feja thot me duhet secilit mi ia dhon të drejtën e vet. Ama donjëherë s'ki mundsi. Donjëherë nuk ki mundsi. Andaj kur grumbullohen shumë të drejta, kur grumbullohen shumë kërkesa, ndodh zullumi. E kur ndodh zullumi, njeriu ndihet I dopt. E kur të mbështetet për muri, atëherë feja ja lejon që të lutet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte dua për sytë e vet, për veshët e vet, për shfrytëzimin e tyre, dhe çfarë thonte? Wansurni ala man zalamani. O Allah, më ndihmo kundër atij I cili më ka bërë zullum. Ka thënë dietarët në komentin e këtij hadithi, Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk lutej kundër atij I cili ka bërë zullum, por kur atëherë mos kishte asnjë mundësi tjetër. Çka, u ka mbështet për muri, I ka marrë këta munirat, këta zgjidhet nuk e kanë kryer punën, dhe ai është I fortë, zullumçari, atë ka thënë o Allah, ti I cili je, ai I cili ju jep forcë njerëzve, kthem të drejtën time. Dhe kjo është që I lejon shariati duan që ne jetojna me të nem. Me të nem. Çka është me të nem? Është me të mallkue për dikani I cili ka bërë zullum. Apo, mirë, po kjo thamë është e kurzuar me disa prej kushteve, që e drejta me kanë e jotja, që me u marrë në banir të pa drejt, dhe me kanë e konkretizuar me kushta ka bëu këta, që me ditë kundër kujna bëhet duaja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dua në përgjithësi për ata I cili ka bërë zullum dhe nuk mund ta nxirrte të drejtën e vet. Pastaj ka një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe I ka thënë ja Rasulullah, kur të bëj dua namaz, çka të them? Dhe e ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasallam. Por shumë është interesant të ndërrum xhamat, Imam Buhariu këtë hadith e ka sjell te kapitulli I dua së njeriu kundër atij I cili ka bërë zullum. An këtë dua nuk ka diçka e cila përmend zullumi dhe hakmarrja. Çfarë I ka thënë? Ka thënë kur të falësh, thuaj kështu, pra kur të bësh dua. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ka thënë o Allah, thuaj, o Allah, falëm, më shirom, më udhëzo, më jap risk. Ka thënë çtu e ki dunjan e ahiretin komplet. Dunjan e ahiretin e ki komplet. E para të ndërum xhamat, ku është zullumi dhe ku është kapitulli I zullumit? Ja. Të ndërum xhamat, ne kemi disa armiq të mëranshëm dhe armiq të jashtëm. Armiku kryesor I cili na nuk e shohim Iblisi, shejtani I mallkum. A dhe thot Allahu xhela xhelalu, veç për shejtanin ka thënë fatakhiduhu aduwa. Merrne armik. Armik I përbetuar është ai. Ai është ti edhe atë armikun e dukshëm me të bëti zullum. Ky është armiku I parë, shejtani. I dyti, ai I cili shifët, insani. Andaj kemi kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Kemi edhe kundër xhineve, edhe kundër njerëzve, se ka edhe njerëz që banë zullum. Apo, pra kemi e xhine që nuk I shohim, e që na bojnë zullum. Dhe ata I kemi armiq, shejtanët, prej pabesimtarëve. I dytë njeri qof pabesimtar, qof musliman, bu zullumçar, kriminal, ta shkel hakin. Edhe
e kemi edhe një zullumqar, o shumë i zullumqar i madh, po ti kur qishë sën hakmirësh dhe i tina. Andaj ka arë këtë dua. Po shemë ti thua Allah, largon për iblisit, e udhu billahi minash shaitanir rajim, në regull. Edhe ban dua kundër ti sa të munësh, se ti s'ki pun me ta. Edhe kundër zullumqarit i cili o njeri, ban dua ti kundër ti, o Allah, pështon për ti, largon për ti, sherrit ti, krimit ti, këtë regull, largosh për tina. Po është një zullumqar i cili shumë të ban zullum, e s'ki ku e qonë. E i cili zullumqar bëhet penges por shumë të mira me mritë e ti, por shumë udhëzime me mritë e ti, por shumë furnizime me mritë e ti. Madje edhe xheneti është pengesi që ati zullumit. Cili është ai zullumqar të ndërum xhamat, që edhe të ban zullum, edhe me të bëmë me thonë dikush, a të bëj dua kundër që ti zullumqarit, thu jo. Jo. Kush është ai zullumqari? Nefsi jot. Nefsi jot, egoja jote. Ma zullumqar se nefsi jot s'ka. Ketë ku ta lip qefi, teka, dëshira, kur ti ki qef veç për veti, që kjo quhet nefs. Allahu e ka përmen Kur'an. Wa nefsin wa ma sawaha. Dhe pasha nefsin dhe ai i cili ka kriju këtë nefs. E tash, që kjo vetja jo të zullumqare, që shti vazhdimisht me po zullum, a thuti o Allah shkatëroje? Haja, se shkon edhe ti. Ha? Kur ti je me një anije, edhe është e kushzume, ja me pështu anija, ndash me pështu ti. A thuti para se me dalë në bregdet, o Allah, copa bane këtë anije se shpirtin më hangër? Jo, ka dalë njerë. Dalë edhe une me bashkë me anijen. E tash të ndërum gjëmat, kur të vjene të zullumqari i cili jojnë nefsi, qa mi bëk një nefsi? Hajde njerëzit kur të bojnë zullum, në regull, bandoa, qa me bëk kundër vetës? Që shpesher zullumqari i pari e ti, zullumqari i parë që pengon udhëzimin dhe rahmetin dhe rizkun jeti. Ti mitë është të thonë qaj zullumqari, qaj munafiki, qaj qafiri, qaj. Nalëve që pak, ti ku po jetë o vlo? Ti zullumin shka e ban ti ku ka me mejta jo? A bash kujton se bash që është tu ka përcen leta? Jo valla, andaj shka e da penga me srabë, ka dale. Andaj shkoj ima Bukhariu, sa i hollë ka qenë. Dhe duaja për zullumin e vetës. E qka me bo për vetën në rëmë që matë? Ka thonë, thuaj, Allahumme faghfir. Ateve, o Allah falem. O Allah falem. Sepse qaj zullumi nefsi tanë bëhet penges për në hinë gjenet. Ka thonë për nga mbira alaihi salatu wassalam, nuk hinë gjenet pos nefsi i pastër. Besimtar i pastër. Pa e pastru nefsin. Shiko të ndërum që ma do të vim të hadithe tjera. Sot neve na ofrohet një islam i cili nuk ka në ta asiloj përpjekje. Islam i cili vetëm të anon nishanin, jo të pastron. Allahu subhanahu wa ta'ala qad aflaha men zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili e pastron nefsin. Pa e pastru nefsin, shpëton të Allahu xhelel xhelalu. Sa njëri hin islam, çisha kon xhailet çashtu veç ka hin nishanin e kam nuë. Veç dukjen e ka ndryshuar. Ti kur qos ki ndrupi vetes vëlla. Ti harroje ç'i pshton, çka ki ndruar? Kallzon te imu për vitet në islam që je, çka ki ndruar? Çka ki ndruar me thon, xhailet e bajsha që ta ose se baj. Xhailet mendojsha që ashtu ças menoj. Xhailet jam kon, çiki zullumçar më nuk jam. Jo, a ke heket si cimbi vetes. Çka dha alaihi salatu wassalam? Lutu për nefsin tani i cili u zullumçar. Zullumçar. Allahumma faghfirli, o Allah falem. Pastaj, kjo pastrimi o borrit. Pastaj, warhamni, dhe më shiron. Dhe më shiron. E nuk më shiron, Allahu që nuk i më shiron zullumçarët. Nuk i më shiron zullumçarët. Shiko të ndërum xhamat, neve mi vet njerëzit mi thon, që të shka po vrasin fëmijë. I dini këtë shka vrasin fëmijë. Allahu ja u thej qafën, ja Rabbul Alamin. E kanë mri zullumin kul, por vetë se Allahu e din me urtësinë e vet çka bën me ta njerëz. Me thon për shembull, unë ndua, o Allah më shiroje, fale. Çka thotë, o xhobe. Mo çish më shiroje. Ai ka vrarë fëmijë, po atë vëran. E për ti çka dallon zullumi atij dhe zullumi jot? Ata shikoj për janë ka faghfirli, njer me ta fal. Me fal. Me u fal gjunahi, warhamni ma von, më shirom. Pastaj wahdini, dhe pastaj udhzom, nuk i vjen udhëzimi zullumçarit. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah nuk e udhzon popullin zullumçar. Si ti je zullumçar nuk të udhzon Allah, të ban perde. Se she, ki duket se je mirë as je mirë. As ki perde. Edhe në fund warzuqni dhe m'jap rizq. Po këtë arsye ka thonë fund alayhi salatu wassalam, që tu e ki këtë dunjën dhe këtë ahiretin.
Se Allah me ta fal gjunajnë të fut xhenet, me të mëshiruet të fut xhenet, me të uzu jeton musliman dunja dhe të furnizon dunja dhe me atë furnizim të halal dhe hin xhenet. A dhe që kjo është dunjaja dhe kjo është akireti. Andaj duaja kundër zullumçarit, një e xhineve, dy njeriu i cili ka bo zullum, dhe i treti nefsia. E tani është edhe një dobi tjetër që kanë zgjedhur dietar. Imam Buhariu po do më na thonë neve diçka tjetër. Kur ti thua Allah fal ma nefsin tëm zullumçar, dush me ditë se edhe vllavi jote ka një nefs zullumçar. I shtilin nefs, shpesh herë i ban zullum vetes vet, e ai kur i ban zullum vetes vet, aty ka më të bëj zulluma. Kur unë i baj zullum vetit tem, lëkurës teme, çish pratun e timës me të bëj zullum. Unë vetën teme e kam nisur në xhenem, aty ka më trujta. Jo. Pa këtë arsye duhet me kon tolerant ndaj nefsit tjetër, që është tolerant ndaj nefsit tan. Andaj që është faghfirli dhe faghfirle. Allah falë mua edhe atë. Falë mu edhe atë. Se çështë ka mashtru ti nefse, ka mashtru edhe atë. Ama na, a bëjmë dua për tjetërin? Jo, neve Allah na fal. Allah na fal neve, a tjetëri? Po sikur ti që e kini nefs zullumçar, kriminal, që s'ti me bo gjuna, edhe tjetëri e ka një nefs, që është zullumçar, kriminal, që s'ti me bo gjuna. Sikur që po lutesh për veti, lutë edhe për atë. Se nefsi ja ka bo atina. Me andru Allah nefsin e mirë, s'ban zullum. Me andru Allah, andaj pejgamberi alayhis salam kur shkojnë Taif dhe i banën zullum, çka tha? Allahumma faghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ja Jibraili tha, i kam melek të kodrës me veti, a ti ngjit mi bashk, a ti baj bashk? Tha pejgamberi sa jo. Jo, se nashta ka dalin musliman këtu. Çka tha? O Allah, fali popullin tem, se këta nuk din. Ai me dit nuk e ban. Ai me pas nefsin e mirë nuk e ban. Ai me kanë lirum pi gjunaj nuk e ban. Andaj çka do të thonë Allah, liroj pi gjunaj. Baja nefsin e mirë, baja shpirtin e mirë, baja shpirtin fisnik. Edhe kur ta shifsh baja apo tjetër. Abdullah ibn Selam ja kon jehudit në ndërum xhamat. Jehudi ka ardhur ka bo sahabi. Pin jehudi sahabi. Amr ibn Khattabi ka dash me vra Muhamedit alayhis salam. Me vra ka dash. Amr ibn Az ka dash me vra. Nuk ka qenë gara, ka dash, e ka marr shpatën ta vraje. Allahu që ka bo musliman besimtar. Pse? E ka përmirësuar nefsin. Andaj, sikur që lutemi për vetët tona, duhet lutemi për të tjerat. A na lejohet mu lut kundër zullumçarëve? Po. Ama mos haro se pjesëve të zullumçarëve edhe ti. Andaj kujdes që mos të troke duaja e zullumit edhe tyje. Por këtë arsye këtë kapitull e ka sjellë Imam Buhariu që njeriu çfarë? Ti jep përparësi maghfiretit para dënimit. Që të thosh Allah fale, Allah pastroje, Allah uzoje, Allah mëshiroje, Allah furnizoje. E në fund të fundit nëse aja kam rikulmin e zullumin me thanë, o Allah, bane helaq se kënë nuk përmisohet. Andaj, kjo është prej lutjeve që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shohim se Imam Buhariu do sjellë një varg lutjesh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si duhet besimtari me lutje profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.